Linja me Kuksi nuk punon. Me Bajramçur lutem, as me Bajramçur. Vinire, qytetarët që kanë lajmëtire me periskopi Kukës Bajramçur mos prekin, linja nuk punon. Vinire, qytetarët që kanë lajmëtire me periskopi Kukës Bajramçur, linja nuk punon. Shoqe, për kur mund ta bëj një thirrje tjetër? Direkt po Gradeci Gabina 1. Shoqe, e di si e kam hallin? Atje në fshatin tim kur dimri është I keq bjen shumë artiqe. Më beso, jam I gjak të ngrirë. Po, të besoj po s'di që të them, s'të ndihmoj dot. Kabina, Mimoza me Shkodrën, ora 10:05, e ardhur, Muhamet. Shoqe, ka mundësi të flas pak? Drita, ke një letër. Të mbyti ky isa me letra. Kjo letër është e fundit që po të shkruaj. Kam shpresuar se do të më kuptojë një ditë, por më duket se po të rokas në një derë të shullër. Dimri këtu filloi për një herësh. Në vazhdoft kështu do të jetë I rëndë. Dhe ti e di se në fshatin ton dimri rëndon më shumë se kudo. I Këshillit Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Gjatë ditëve të fundit, në rrethet e veriut, ka patur rreshje të mëdha e të pandërprera dëbore. Në qytetet Kukës, Bajramçuri, Peshkopi, Puk e të tjera, trashësia e dëborës ka arritur deri në 2 metra. Ja që na njoftojnë telekronistët nga këto zonë. Sot, duke udhëtuar me helikopter për në qytetin e Bajramçurit, ndeshemi me të njëjtën pamje. Si për krishtave të maleve, syrit e zë shtëpi, stalla baktish, qendra shëndetësore, të mbuluara me dëbor, trashësia së cilës arrin nga 2/5 deri në 3/5 metra, madje në cura e tepërm mbi 4 metra. Rrugët automobilistike kanë humbur në bardhësinë e dëborës. Sigurisht, kjo gjendje tepër serioze ka krijuar dhe ka sjellur vështirësi të mëdha si në furnizimin e popullsisë, veçanërisht në zonat e thella, por në rast të parë edhe në jetën e njerëzve. Çfarë ke? Pas kam qenë në ndër. Më trëmbe. Çfarë shikoj ashtu? Fshatin. Sa merë do të me mund shtimër për natje. Fli tani, fli. Është mesi natës. Natë me mish. Unë thash se s'kën do iki vetëm në Emilio në dajë. Ishte tonë ishim në Peshkovë, kjo është një kryeve. Me ka që se më dha. O më dha në ato pa. Vajti tha dhe presori, nuk do në të mdita as presori. Kërsa vajta pasaj thash Klitit. Kliti më tha se do vi edhe unë.
Zili. E dëgjova. Mi se erdhe, Drita. Ku mbe kështu? Po ja si të them. Gjani motrës. Teta Drita, mami ka bërë kek, pjesën tënde e ka rrut në frigorifer. Mojti, kile nëzore gjithë sekretet e familjes. Shpirti Dritën. Shikret. Come bene. Si jeti? Mirë? Sa mësime? Se në kërë të mbëllë. Vona van post. Kam 3 ditë që s'po lidhem dot. Po përpoqja dhe unë dje, po edhe linja ushterakut nuk punonte. Babi, Që do orë? po fillon teatri kukullave prandaj. A, po. Për 10 ditë me ras, këtu në rrethën e Pukës nga ku po e flasim, Debora nuk po shoj së rëni. Tarasia saj në qytet brenda i kaloi të 2 metrat. Në disa zona si në Ball, Fiers, Art Milisk, Xath, Berish, Mërtor e tjerë, tarasia saj arriti në 3 metra. Kjo rënje e madhe e Deborës e vështirësoi shumë gjendjen. Ndërpreu komunikacionin në rrugët Puk-Shkodër, Fusharës Puk, rruga Minir Stuçit, Fusharës Qafmali e të tjerë. Në 14 fshatra u shkaktuan dëme materiale të Ç'na gjeti. Ja kaloi dhe tërmetit kujdimesh. Rreth Pukës në 18 prej tyre u ndërprej përkohësisht energji elektrike. Në 17 fshatra pati ndërprerje të lidhjes telefonike. Këtu është. Nga bora u shkaktuan mjaft dëme materiale. Por vështirësitë e natyrës Gjëzëm të kërkojnë telefon. Kush? Ati si në rast e gëzimesh e fatkeqësisht i gjendet gjithmonë pranë partia me shokun e verë. Po, Gjezairi jam. Po, ju dëgjoj. Ka që rëndësht? Kush ju informoj për këtë? Po, kuptova. Nuk di si të them. Ko është shumë e vështirë. Po, mbrisni. Ç'ka ndodhur? Një grua shtatzan në Efis që në rënd. Duhet nisur një helikopter. Tëgja, të vi dhe unë? Ku të vish? Në Rodro. Ti the se niset një helikopter për Lajthis. Me këtë kohë është vështirë të ngrihet helikopteri. Po edhe po të ngrihet, ty nuk mund të marrë. Ka rregulla. Po ti thua ti Xhaxha, ata nuk kundërshtojnë. Një ditë tjetër, sot nuk mundem. Të lutem Xhaxha. Nuk e kupton që po çmende. Nise dhe vajzën, që nga ras tamam. Atë nuk e mban dheu të shkretën. Ka nënën, babën, motrat, vëllezrit. Po ka hall mor burr. Se unë s'kam thua ti. Edhe unë të miti kam ata. Dhe jam i shqetësuar sa më s'bëhet, po ç'të bëj? Nuk vendosun. Po ti provoj njërë. Po mund e mirë. Ndryshe le të kthehet vajzë. Që punë, s'mjaftojnë hallë të tjera, po ja dhe kjo tani. Mirë, do gati. Gati jam. Jo, e ngrita ashtu kot. Jo, ftofët është. Edhe dajti është mbuluar me re. Ne dajtin e kemi barometër. Kur ai është i mbuluar me re, qafat e maleve janë të vështira. Për të mos thënë të pamundura për t'u kaluar nga helikopteri. E di. Prandaj dhe erdhe të konsultova me ju. Kërkoni na vrisni me plumba pambuku, shef? Jo, nuk dua të vras me plumb pambuku. Unë e di ç'do thotë flutur është një ditë si kjo sotmja. Dhe nuk do ta kisha hapur këtë bisedë, po të mos ishte fjala për jetën ose vdekjen e një nëna dhe foshnjës së saj. Ha, ç'thoni? Provojmë. Do shta i gjejmë qafat e maleve. E Sali? A i gjejmë do sot thua? Shpresojmë. Po ti ku shkon? Unë? Po. Në Gurabardh. Jam ndihmës mjeke. Këtu kam ardhur në një kurs specializimi, po tani nuk rri dot më. Mirë, zbrish shpes se koha nuk pret. Si të zbres? Mua mirë që mu dha ky rast. Kam kaq ditë që e pres. Që nge çuditshme ti. Ç'kujton ti se bëj shaka? Asu nuk bëj shaka. Ju lutem shumë se po vonohemi. Ja, sa zbres kjo vajza poshtë.
Sali, let vinë, nuk bëhet kemeti. Kujdes. Ke ftohti? Unë? Ja. Unë ngriva, sidomos nga këmbët. E, po rini, moj, Sofi. E, doktor, se vë sunu plaka. Së mund e ftohtit më kanë gjiturim shoq, sepse që kur martoha dridhe. Era po në shmën nga kursi. Shiko, Artem, bëj për llogaritë dhe me kursin e korrigjuar. Kursi 34 gradë. Rrimë turbulluese ajri. Mos a ndodh gjakullim i elikave? Ti ndiq orientimin unë po mbas pak lartësi. Si pas rregulluarës nuk lejohet fluturim në zonën e akullimit. Le rregulloren. Po rregulluari është ligj. Dhe ti s'mund qëndrosh pa më kujtuar atë. Shiko lartësinë. Lartësia 1200 metra. Kursi 34 gradë. Në krah të majt duken konturët e një mali. Duhet jetë Kolosiani. Vonuam, doktor. Po bëhen 30 minuta që fluturojmë. Çdo minutë vonesë është vdekje. Nga çfshati? Nga Gura Bardha. Nuk kam dëgjuar ku bie. Po si të them, ja këtu poshtë nesh duhet jetë. Nga ajri se kuptoj ku ndodhemi. Po mirë, si do të shkosh ti deri në fshatin tënd? Të ta gjej mënyrën. Mjafton që jam këtu pranë. Ti e fejuari? Ja. Po sa vjeç je? 22. Si kështu? Ju këtë në përgjithësi martoni shpejt. Ja gruaja që pret lind është 19 vjeç. Po ku e di unë? Nuk jam fejuar ende. Po ndonjë djala ke?
jap pëlqimin për fejesën tënde. Po, unë prita kaq kohë që ti të thoshe një fjalë. Njeriu thot shumë edhe pa folur. Dhe ne diçka I kemi thënë njëri tjetrit. Po kjo ishte diçka e paqartë, që unë nuk dija si ta thërisja. Tani e kuptoj edhe unë se ishte diçka e paqen. Vërtet mendon kështu? Pse ti nuk mendon kështu? Një shenje kuqe. Verifiko vendin ku ndodheni. Arritëm? Thuaj se arritëm. Po kjo shenje kuqe që është? Jemi në të majtë e lajfisës. Mbi fshatin Gurabar. Mbi Gurabar? Po kjo është fshati im. Vërtet, mbi të qënë kemi. Rufeja, jam 24, si më dëgjon Marja. Rufeja, jam 24. Jam 24, si më dëgjon Marja. Nuk përgjigjem. Të provojmë t'ulem. Ka rrezik të mbesim aty të mos i ngërimi dot më. Po edhe kështu sikur s'kemi parë gjë nuk mund të kalojmë. Ua, mbi fshat pas karën Orteku. Shikoni shtëpitë rëzmalit të shkatruara. Dikush kërkon ndihmë. Uluni ju lutem. Duhet qëndrojmë. Nuk shinjëzore t'i braktisësh. Më falni, por nuk kemi kohë për debatin. Kam frikë se do t'jemi shumë vonë për një lajthizë. Po të vonojmë edhe pak në një rast si ky për cilin jemi nisur, do t'jetë gjithçka e kotë. Ju thoni se mos qëndrimi që nga që njerëzor. Po vallë mos arritja tek ajo grua dhe tek ai fëmijë që mund të mos e njohë më jetën që nga njerëzore? Ha, pse s'flisni? Ç'bën kështu Petreq? Ç'po bëj? Po shin lën, nuk është? Sillesh qark vetë sigurisht ke parë parë që i bën helikopter. Mirë atë. Sigur kam ikur për të parë në helikopter. As duar të s'kam nuk më bëjnë. Salim e tim në helikopterit. Vërtet nuk po uleni? Po si mund t'ikni kështu? Ati poshtë karon një ortek. A e dini që është një ortek? Po ta dini nuk do ikni kështu. Po kjo është e tmerrshme. Po më zbrisni mua të paktën. Pse bëni si ku s'dëgjoni? Të lutem nuk të duroj dot më. Ja tërpove fare. Edhe qarjet e tua na duhen tani. Rufeja, jam 24, si më dëgjon Marja. Rufeja, jam 24, jam 24, si më dëgjon Marja. O bën 40 minuta që nuk po lidhemi. Provoj edhe një herë. 24, si më dëgjoni, Marje. Këtej, doktor.
ju ishte ajo? Po, me ne. Është nga Gura Bardhë. Atje kisha rënë Orteku. Shtua burri dhe, po ne pas mi qenë të ju gorit. Ore që, urna, njëll njerëzit e fshatit dhe o bura për Gura Bardhë bashkë me vajzën. Një tashba. Gati, doktor. Erdha. Urma. Nga bani halal o burra, se ju futëm siklet edhe ju, po s'kishim ka ja manim. Fëmijën e pare kjo? Fëmijën e pare kemi. He, doktor. Rëndësht. Kemi ardhur vonë. Duhet operuar urgjentisht. Do shta fëmija, por edhe vetë Lehona. Doktor. Ju jeni shoqi? Po. Nuk ka rrugë tjetër. Këtu do të operon? Do e mos këtu. U thashtë të përgatisin dhomën për operacion. Nuk kemi si veprojmë ndryshe. Doktor, sa mund zgjas operacionit? Filloni. Tani do të flesh, prandaj numëro. 1, 2, 3, 4. Hajde roj. Me jetë gjatë. Faleminderit.
Çfarë ka dhëtur? Duhen çuar urgjentisht në Tiranë. Qora unë për t'jallë. Ke mjera unë për t'jallin e vetë. Biri në nësë birë. Bere zbatër me zëborës o biri në nësë. Zemra nësë. E lash në gjumë ku shkova në po. Baje vete. Ja, po, është e gjetëm. Nara, kujdes. Nara, kujdes. Kujdes dorë. Baje. O zemra nënës. O zemra nënës. O t'jali. Në mamua, bire këtu. O t'jali me ju në balë, o shpirt. O drite nënës. O t'keqe në... Baje pak. O t'keqe në aty. O zogu i nënës. Këtu. O t'ru. Bëre këtu. O zog. O zogu i nënës. O qumë i vetëm. O do qka e bukur. T'janë bërduar t'kalkan o pirë. Hej! Ka zanë ortegu tek stallat isën! Isën ka zanë ortegu tek stallat! Dritë si do bëj me djalin. Ta marim dhe ta vendosim në një dhomë pas jarë. Ashtu. Hajtë kishë. Po. Duhet ulemi këtu. Si that? Thash duhet ulemi këtu. Tani ati nuk na pret njëri. Qilimi është arruar mbi të borë. Ne i zgjënjyem kur kaluam pak më parë. Po duhet ulemi patjetër. Ulja jonë do t'i zgjënjejmë tepër. Të ishim me një nga helikopterët e mëdhenj ndryshonte puna. Ç'mund të bëjmë tani ne për ta? Si ç'mund të bëjmë ne për ta? Unë jam mjek. Në këtë fshat ka nevojë për mua. Zbrit për një mua këtu dhe ju vazhdoni udhën. Po ke grua nuk është rënd? Vonesa nuk e rrezikon jetën e saj? Pastaj kush do të merret me të kulzbërës në aeroport? Rënd është, por do t'ua lejuve. Sofia do kujdeset për të deri në Tiranë. Ju besoj se do të mbrini shpejt. Ka gjë do ta bënte kushdo që t'ishe në vendin tuaj. S'bën kështu Betrej. Do t'ulemi. Po a mund t'ulemi pa shesh, mbi një qilim? Ka rrezik të mbesim të gjithë aty. Jam Rufeja, ju kuptova juve 26. 24, këtu Rufeja, si më dëgjoni, marrje. Unë 24 ju dëgjoj mirë. Njaftoni vendodhjen tuaj 24. Ndodhemi mbi fshatin Gurapar. 24, tani më dëgjoni mirë. Agregati në rregull?
Gjithçka në rregull Rufeja, detyra u krye. Nëna dhe fëmia kthehen me ne. Në Gurabartë ka rënë Orteku. Mjeku kërkon të zbres. Le të zbres. Ju kuptova drejt 24. Zbrisni mjekun dhe ktheuni në bazë. Unë 24 ju kuptova juve Rufeja. Njoftoni spital për mbritjen e pacientëve dhe të bëhet gati një helikopter transporti për Gurabartë. Si urdhër. Çfarë lindja e gruaja? Djalë. Si është kjo jetë? Njëri humbet në borë, tjetri lind. Kjo është shkolla. E kemi kthyer në spital sepse qendrën sanitare e shkatroi Orteku. Kemi një infermiere këtu. Po ç'mund të bëj ajo vetëm? Ti shiqyr që na erdhe ta paqim bërç. Kooperativat bujqësore dhe këtë rrithi vejnë në dispozicion të rritheve të veriut 565 krerë bakti të imta, 200 krerë gjede, 160 krerë dera, disa qindra kuintal mis. Kjo është infermiera janë doktor. U lodhe? Ku janë sëmurët? Këtej do. Vdekja. Marova. Ky ka plagë në kokë, doktor. E shikoj. Vazhdoni mjekimin e plagës. Po. Ka pas të vjella? Jo. Duhet mbajtur mbi qyrje. Të dhëmë? Po, shumë. Po që ke hatak shumë, mërë doktor. Nuk t'jajt ke kjo. Do të kaloj. Kur do të më kaloj? Kur? Kur të vdesim gjithë? Ma mirë të kishim vdeket, kishim shpëtu edhe ne. Se sa kështu. Me stiqa meti. Pa name, pa nishan. Tani po e të pranë. Nuk të ka hijet alëshosh vetën kështu, he burë. Ty ka fraktur kërciri. Lëvizi pa gishtat? Do ta çojmë në spital. Po kjo vajza çfarë ka? Çfarë ke ti? Si quhet? Është e motra, doktor. Ka ndënjur 2 orë në Ortek. Kur e nëzorëm, me zi e sollëm në vete. Por ja që tani ka mbetur kështu. Mos u mërzit. Është e trënditur, po do t'i kaloj. Megjithatë do patur kujdes. Po ky kapetani çfarë ka? Në më dorën. S'dua. E pse kështu? S'kam qef. Po dhe miku e paske? Apo t'ka humbur i dëborë, e? E paske i na gjagji ka një unë, e? Po. E pse kështu? Sepse e më se u zëmbë, s'kandaj. Po ja, doktor, kishte rënë gjua brenda dhe u detyrova. E paske i shpëtuar. Ka të sëmur të tjerë? Këte kemi një që shumë më doktor. Shoganit, kanë ardhur 30 nga fshati Uramadhas dhe një repart ushtarak. Mua do të më falin, doktor. Ja, doktor, ky është. Ka fraktur të brime nga ana e majtë. Ankohet për dhimbje të forta mesi. I fashova brinjët dhe i bëra një qetësues.
Duhet bërë një qetësus tjetër. Kush është? Hape, dua të shoh pakisën. Mjeku ka urdhëruar të mos futet njëri. Drita ti këtu? Si është Isa, doktor? Çfarë the? Ju pyeta për Isën. Keq është dritë keq. Ka thyrje brinjësh. Kam frikë dhe për një dëmtim të shtyllës kurrizore. Mos, doktor. Qëtëson se tani. Is. Drita, Po, drita jam. ti ke ardhur, dritë. Po, kam ardhur, Is. Shikon pak. Të shikoj, dritë. Të shikoj. Po, pse nuk e hap syt? Po hapur i kam me dritë. Nuk e ndjen që nuk po ngopem së vështruar. S'të kisha menduar kur kështu. Si? Ja. Me këto rrobat bardha. Tani nuk më ikën dot. Jo, Is, nuk iki më. Atëherë më jep. Is, e di çfarë kam prekur tani? Çfarë? Pulsin tënd. Unë e ndij si rresëm nga jote. Rre. Vërtet, rre dritë. Po, Is. Drita. Desha të them diçka. Çfarë? Për Isën, doktor? Po, për Isën. E di. Isa është ram, doktor. Po, Por unë e dua, doktor.
Oho, kush në erdhi? Mirë. Mirë. Mireni. Si jeni, mirë? Po ju? S'na rrije. Po rregullorja? Erdhëm shoqërues me që unë njohëm me këtë teren. Po shanja si shkoj? Mirë. Mirë. E shtruam spital. Shoko për drejt. Apo. Mbaj këtë kutin? Ashtë. Kapë në kujdes. Kapë një. Mbaj dhe. Mbaj e mirë. Kapë qikë batanirë. Kujdes, anë në kjere. Kujdes, a? Ashtë. Mera thesën, mera. Pasaj. Faleminderit. Si, nuk po vini? Të dëmtuarve u kam bërë qetësues që të mos ta ndjejë rrugën. Në ndëborën e Ortekut ka akoma njerëz që nuk janë zbuluar. Na e bani halal, por. Mirupafshim. 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 Mirupafshim.